Kujdes miq, sepse kjo është me rëndësi për shumë shqiptarë që jetojnë në Gjermani. Qeveria gjermane ka marrë një vendim që do të prek pra të gjithë ata që marrin ndihma për vendbanim apo Wohngeld, siç quhet në gjermanisht. Sot, me 7 korrik 2026, qeveria ka miratuar vendimet për kufizime të ndihmave, por me njëherë më duhet të them që ky është vendimi i qeverisë, ndërsa tani duhet të hartohet një projekt ligj e më pas të miratohet edhe në Bundestag dhe të shndrohet në ligj, ndaj ndryshimet nuk priten para 1 janarit 2027. Çfarë ka miratuar qeveria? Ministria e Ndërtimit ka bërë të ditur se rreth 1/3, pra rreth 33% e familjeve që aktualisht përfitojnë këto ndihma për Wohngeld, nuk do të marrin më ndihma pas miratimit të ligjit të ri. Ndërsa, familjet e tjera do të marrin më pak ndihma. Por të shohim shifrat më konkretisht. Në fund të vitit 2024, sipas Entit Federal të Statistikave, rreth 1.240.000 familje në Gjermani kanë marrë Wohngeld. Përfitimi mesatar për një familje ka qenë 287 euro në muaj. Rreth 44% e përfituesve janë familje, pra çifte me fëmijë apo pa fëmijë, ndërsa 52% janë pensionistë. Por ndryshimet do të prekin secilin prej tyre. Qeveria ka vendosur të ndryshojë formula e llogaritjes së Wohngeld në mënyrë që të përfitojnë vetëm familjet me të ardhura më të vogla dhe jo ato me të ardhura më të larta. Sipas ministrisë, personat që aktualisht marrin ndihma për Wohngeld prej 50 deri në 60 euro në muaj, sepse ka dhe të tillë, më nuk do të marrin fare ndihma. Ndërsa për të tjerët do të shkurtohen ndihma, do të zvoglohen pra. E personat me të ardhura shumë të ulta do të kalojnë në sistemin e ndihmës bazë, apo ajo që quhet Grundsicherung e që është futur në fuqi me 1 korrik të vitit 2026. Kostot e ngrohjes që aktualisht janë pjesë e Wohngeld dhe paguhen si shumë fikse në bazë të numrit të antarëve të familjes, do të përgjysmohen. Deri tani, çdo 2 vjet, Wohngeld është përshtatur me rritjen e inflacionit dhe me rritjen e nivelit të qirave. Kjo rregullore do të pezullohet. Përshtatja e radhës e Wohngeld duhet të hyjë në fuqi pra me 1 janar 2027. Po si arsyetohen këto vendime të qeverisë? Qeveria federale thotë se është e detyruar të kursejë para. Në vitin 2027 duhet të kursehen në këtë sektor rreth 1.5 miliard euro, ndërsa në vitin 2028 duhet të kursehen rreth 2 miliard euro në vit. Më pas, e njëjta shumë paka shumë duhet të kursehen. Por qeveria është e vetëdijshme që këto shkurtime do t'i detyrojnë shumë njerëz të kërkojnë ndihma sociale apo Grundsicherung. Ndaj, federata do të detyrohet të paguajë 194 milion euro shtesë në vitin 2027 për Grundsicherung në këtë emër. Ndërsa në vitin 2029 kjo shumë do të kalojë në 430 milion euro në vit. E pagesa shtesë do të ketë edhe për komuna. Sidoqoftë, ky është një problem i shtetit që nuk ka të bëjë drejt për drejt me ata që marrin këto ndihma, po kur do të futet në fuqi këto shkurtime të Wohngeld, ky është pra po e përsëris edhe një herë vendimi i qeverisë. Tani duhet të hartohet një projekt ligj i cili duhet të miratohet në Bundestag. Dhe nëse miratohet, ndryshimet do të futen në fuqi me 1 janar 2027, ndërsa vendimet e tanishme për Wohngeld do të mbeten të vlefshme deri në miratimin e ligjit të ri në Bundestag. Ky është pra vendimi i qeverisë, po e përsëris që të mos kemi keq kuptime. Ndaj, unë me siguri që do ta ndjek këtë çështje me shumë vëmendje dhe do t'ju informoj me të gjitha detajet, sepse besoj se ka edhe shumë shqiptar që marrin këto ndihma për vendbanim apo Wohngeld, quajeni si të doni, e ju nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe shpërndajeni këtë video, sepse me siguri që ka dhe të tillë që akoma nuk janë abonuar në kanalet tona, por kanë nevojë për këto informacione. Faleminderit dhe mirupafshim me informacionat e tjera.